Ta njerëz, sot kam përgatit tavë dheu tiranse me mëlçin të viçit, është tepër e thjeshtë mu përgatit, kështu që rajt ta shefni këtë video deri në fund. Do të skuqim si fillim mëlçin të viçit me vaj ullini për një 3-4 minuta, jo më shumë. Më mrapa do I hekim këto e ne do skuqim një qep të kuqe të madhe e në 3-4 thelbi hudhër. Përpara se me vazhdo tamam recetën, do I luça që të bënit një follow në Instagram, ju lutem, që të kemi mundësi të trajtojmë ne këtu sa më shumë. Qepën dhe e skuqim me pak vaj ullini e në gjalpin lufras që patën video. Më mrapa pas që është zbut qepa, këtu dëshojmë një lugë të gjellës me muell gruni, dëshojmë në salcën e domateve, muaj është që t'i shoni domate, po përtosha që të shkoj deri poshtë me bleni domatës e s'kisha për momentin. Dëshojmë salcën e domatës, dëshojmë ujin, më mrapa dëshojmë erëzat, unë kum shu vetëm rigon, biber zi e në pak biber të kush djeks. Këtu më mrapa keftere qeter dëshojmë gjalpin lufra, një lugë muell muesri dhe e skuqim. Gjithashtu na duhet edhe gjiz, unë ka përdor kët nga lufras që shefni në video, dëshojmë në gjizën dhe përzim bashkë me muellën e muesrit, më mrapa dhe e kalojmë ke qepa, ke salca, ke këto që kemi përgatit më para. E përzim pa këtu, më mrapa dëshojmë në mëlçit, më mrapa në ngelet vetëm për me e fajtë në furr. Masi ta fajsim furr, furra tjetë e ngrohtë me 250 gradë para, e lajmë për një 10-15 minuta, deri kur ta shefni se ka morë këtë faqen nëlt, në tavën e dheut e kemi gati, inshallah ka pëlqet.